kishin ftuar LDK-n vitin e kaluar për të ardhur në qeveri. Dhe unë besoj që sa ka qenë e sinqerta e ftesë, zotri Rustemi? Se ka qenë e sinqert, por në politik... Se nga LDK nuk është cilësuar se e sinqert. Mund të sfidoj, domethënë nuk ka ardhur as në takim. Nuk ka ardhur as në takim. Atë se ka qenë e sinqert. Po të ndërtoja ai partneritet në atë kohë, ne nuk do të kishim as zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe as zgjedhjet e 7 qershorit. Dhe nuk do të ishim këtë situatë, sepse do të kishim votat e mjaftueshme. Prandaj, domethënë është çështja se mazhoranca ka bërë që çka do të bëjë. Gjithsesi, ne me faktin që kemi nisur takimet sot, jemi të interesuar për ta gjetur një zgjidhje dhe piknisja jonë natyrisht është që vendi të ketë president konsensual. Por isha duke thënë që ti mund të mos vish në qeveri. Edhe mund të mos ta kesh vullnetin marrë në qeveri, por edhe mazhoranca mund të kalkulojë që ka votat e mjaftueshme dhe s'ka nevojë për partner tjerë në qeveri. Por ama kjo nuk do ta pamundësoj bashkëpunimin për presidentin. Ti rrin opozit, në rregull është. Por ama ja ulemi për të dhënë vendit president sepse ai është një pozitë që kërkon 2/3 dhe që është përtej mazhorancës. Dhe madje është edhe jashtë pushteteve. Ti mund të kesh vërejtje për një person, për një propozim, por nuk mund të thuash që ja. Rruga mbar suksese, siç e dha sot zoti Hamza, si t'ja bëjnë? Ne si kemi 80 deputet. Çfarë u ofertua aty, zotri Rustemi, me qenë se po ati një jo kaq të qartë, një përgjigje mohuese ndaj çfarë do oferte që është ofruar në këtë takim, sepse nuk është folur, ndoshta edhe nuk ka pasur transparencë sa i përket këtij